Lëvizja Europiane bën përgjegjës e klasën politike shqiptare për refuzimin e statusit të vendit kandidat të Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Pjesëmarrësit në tryezë kanë kërkuar nga klasa politike shqiptare që edhe pas disa javësh pas vendimit të KE-s për refuzimin e statusit të vendit kandidat, jo vetëm që nuk kanë kontribuar për zgjidhjen e krizës politike shqiptare, por e kanë thellluar më tej atë. Kriteret mbi të cilat bazohet vlerësimi i komisionit janë ato të Kopenhagenit, pra që përfshin institucionet funksionuese që garantojnë demokracinë, shtetin e së drejtës, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve, i cili është kriteri politik dhe kriteri më i rëndësishëm për stadin në cilin kalon Shqipëria. Një lexim i tretë që duhet i bëjmë avizit të komisionit është progresi i qëndrueshëm që duhet evidentuar ose që duhet arritur më saktë në raport me kriterin politik. Progresi i qëndrueshëm, sipas Komisionit Evropian, është pika kyçe, është momenti kyç, është fjala kyçe mbi të cilën duhet ndërtuar e gjithë ligjërimi politik dhe strategjitë e ardhshme të vendit. Prandaj, në këtë kuptim, rindërtimi i një dialogu dhe i bashkëpunimi politik konstruktiv shkon përtej nevojave të kapërcimit të qorsokakut aktual politik dhe zgjedhjeve të ardhshme lokale. Opinioni i Komisionit Evropian parashtron një set prioritetesh që duhen adresuar Shqipërisë para marrjes së statusit të vendit kandidat. Kundër prioritaret janë konsensusi politik, lufta kundër korrupsionit, funksionimi i parlamentit e tjerë. Nisur nga kjo, Lëvizja Europiane e Shqipërisë ka organizuar një tryezë të rrumbullakut ku i kërkon aktorëve politik të përcaktojnë agjendë veprimi për të realizuar të gjitha kriteret që përcaktohen projekt raporti për Shqipërinë. Ndërkohë, dokumenti i politikave dhe kjo iniciative përbashkët e Lëvizjes Europiane në Shqipëri dhe Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim synon nxitjen e një agjende konkrete për aktorët politik dhe rritjen e presionit publik ndaj politikës shqiptare për të shkuar përtej interesave të ngushta politike dhe të angazhohen në përmbushjen e objektivit strategjik të vendit.